Një ditë, një djalë i vogël u kthye në shtëpi nga shkolla. Ai ia zgjati nënës së tij një letër të palosur dhe i tha: "Mami, mësuesi ma dha këtë dhe tha që vetëm ti duhet ta lexosh." Nëna e tij e hapi letrën, e lexoi në heshtje dhe më pas syt i u mbushën me lodh. Djali e pyeti: "Mami, pse po qan? Çfarë shkruan aty?" Ajo buzëqeshi dhe ju përgjigj: "Mësuesi yt thotë se ti je një gjeni. Kjo shkollë është shumë e vogël për ty dhe ata nuk kanë mësues mjaftueshëm të zgjuar për të ndihmuar, ndaj nga sot e tutje do të mësoj unë vetë." Që nga ajo ditë, djali studioi fort. Nëna e tij u bë mësuesja e tij. Vitet kaluan dhe nëna e tij ndroi jetë. 20 vjet më vonë, djali ishte bërë një njeri i madh. Një ditë, duke kontrolluar gjërat e vjetra të familjes, ai gjeti një letër të palosur në cep të një sirtari. Ishte e njëjta letër. Ai e hapi dhe ja çfarë shkruaj në të vërtetë: "Djali juaj është i prapambetur mendërisht. Ai nuk mund të mendoj qartë. Mos e lejoni të vijë më në shkollë." Ai qau për orë të tëra. Pastaj shkroi në ditarin e tij: "Ben dikur ishte një fëmijë i konsideruar i paaftë, por fal një nëne heroike, ai u bë gjeniu i shekullit, sepse ndonjëherë mjafton vetëm një person që beson tek ti."